Në letër, Korça duhet të ishte një histori suksesi, 2 inkubator biznesi mbi 130 milion lek investime, premtime për të rinjt, start-upe dhe vende pune. Por sot, asnjë inkubator nuk funksionon. Në vitin 2014, ish uzina mekanike në Korçë u rikonstruktua me rreth 55 milion lek. U quajt inkubatori i biznesit Korçë, një qendër moderne për të rinj 18 deri 29 vjeç për agroturizëm, zejtari dhe turizëm. Autoritetet premtuan trajnime, mentorim, ambiente pune dhe 25 biznese të reja në 2 vite. Sot, pas më shumë se 10 vitesh godina është mbyllur, e kthyer në magazin, nuk ka raporte publike, nuk ka lista përfituesish, nuk ka asnjë provë që ky inkubator ka prodhuar qoftë edhe një sipërmarrje të qëndrueshme. Bashkia thot se kontrata ka përfunduar, por nuk ka dokumente për mënyrën se si janë shpenzuar parat. Në vitin 2024, historia përsëritet. 87 milion lek të tjera për inkubatorin e biznesit në mikpritje dhe turizëm. Dokumentet flisnin për trajnime, workshop, promovim dhe bashkëkrijim, por sot, ky inkubator funksionon si hotel privat, një biznes i ngritur me para publike. Të rinjt për të cilët u ndërtuan këto projekte nuk kanë dëgjuar kurrë për to. As shoqatat lokale dhe grupet e interesit nuk janë konsultuar apo informuar ndonjëherë. Të rinjt e Korçës i thanë shtek se nuk kanë pasur asnjë informacion apo mundësi konkrete për t'u përfshirë. Për ta, inkubatorët e biznesit nuk kanë qenë kurrë hapësira reale mbështetjeje, por projekte të padukshme, pa komunikim dhe pa funksion. Sot, pas më shumë se 130 milion lekësh të shpenzuara, ajo që mbetet është një hendek mes premtimeve dhe realitetit dhe një brezi të rinj që nuk u përfshin kurrë në projekte që supozohej të ndërtoheshin për ta.